Kryeministri Edi Rama ka prezantuar para drejtuesve politik dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste një dokument të ri të brendshëm të titulluar Prania Besnike, i cili synon të përcaktojë mënyrën e organizimit dhe komunikimit të partisë në fazën e re të qeverisjes. Dokumenti vjen si shtesë e strategjisë BESA dhe sipas Ramës, fokusohet te forcimi i lidhjes së partisë me qytetarët përmes një qasje që vendos theksin te dëgjimi, komunikimi i vazhdueshëm dhe përgjegjësia ndaj problematikave të tyre. Në fjalën e tij, Rama solli shembull nga eksperjenca të ndryshme ndërkombëtare të partive politike, duke argumentuar se organizatat politike mund të humbasin mbështetjen kur largohen nga komunikimi drejt për drejt me shoqërinë. Ai përmendi raste nga SBA, Franca, Spanja, Italia dhe vende të tjera për të ilustruar rëndësinë e ruajtjes së kontaktit me bazën elektorale dhe qytetarët. Një pjesë e rëndësishme e mesazhit të tij lidhej me nevojën që Partia Socialiste, pas disa mandateve në qeverisje, të shmang shkëputje nga shqetësimet e qytetarëve. Rama theksoi se një parti që qëndron gjatë në pushtet duhet të vazhdojë të dëgjojë edhe kritikat e pakënaqësitë, jo vetëm mbështetjen e saj.